Një prani e pazakontë pritet të shfaqet nesër në stadiumin Air Albania në Tiranë, ku do të zhvillohet ndeshja mjaft e tensionuar dhe e rëndësishme mes Shqipërisë dhe Serbisë. Edhe pse nuk lejohen tifozët serb në Tiranë, komentatori i njohur sportiv Dritan Shako Hoxha ka zbuluar se djali i presidentit të Serbisë, Aleksandar Vučić, mund të jetë prezent në stadium për të ndjekur takimin. Sipas Shako Hoxhës, djali i presidentit serb është i përfshirë aktivisht në futboll si menaxher dhe është shumë i afërt me botën e tifozërisë në Serbi. Ai theksoi se prania e tij në Tiranë nuk është e rastësishme, duke shtuar se Vučić dhe rrethi i tij kanë një histori të gjatë të shfrytëzimit të futbollit për qëllime politike dhe kombëtare. Me sa di unë do vi edhe djali i Vučićit këtu në Tiranë, sepse ai është menaxher futbolli. Vučić është shumë i lidhur me futbollin. Ata e kanë përdorur futbollin dhe grupet e huliganëve për politik, për fushata elektorale, i kanë përdorur për gjenocide, për Kosovën, për Bosnjën e kudo që ata kanë pasur probleme, kanë përdorur këto grupe të tifozërive, deklaroi Shako Hoxha gjatë një emisioni televiziv. Kjo deklaratë sa kaq ka ngjallur reagime dhe shqetësime lidhur me sigurinë dhe klimën që mund të krijohet në stadium gjatë ndeshjes. Përballja mes Shqipërisë dhe Serbisë ka një histori të ngarkuar politike dhe emocionale, ndaj prania e figurave si Danilo Vučić, të lidhura me strukturat politike serbe, por edhe me huliganët atje, mund të ndërlikojë më tej situatën në stadiumin Air Albania. Autoritetet shqiptare sa kaq pritet të marrin masa shtesë sigurie për të garantuar një ndeshje të qetë edhe sportive. Kujtojmë se në qershor të vitit të kaluar, teksa në Gjermani luaj kampionati evropian Euro 2024, djali i presidentit të Serbisë, Danilo Vučić, u përfshi në një sherr të dhunshëm me tifozët shqiptar. Vetë presidenti i Serbisë e konfirmoi zyrtarisht se djali i tij Danilo ishte i pranishëm në aktet e dhunës që ndodhen në qytetin e Gelsenkirchen në Gjermani në prag të ndeshjes mes Anglisë dhe Serbisë. Gjatë një interviste për mediat vendase, Vučić tha aso kohe se djali i tij dhe serbët ishin ulur në një lokal kur u sulmuan me karige nga një grup shqiptarësh, sipas tij, tifozë të Schalkes. Sipas Vučić, tifozët shqiptar i ka shqetësuar prania e flamujve të Serbisë në kafenen ku bëqëndronin i biri i tij dhe tifozët, ndërsa u shpreh se ndihet krenar që Danilo nuk e ka turpëruar, por i është kundërpërgjigjur sulmit. Kanë qenë kryesisht shqiptar, tifozë të Schalkes, i kanë sulmuar me karige. Ishte interesante qasja e policisë gjermane që kërkoi arrestimin e tifozëve serb. Nuk e di se çfarë duhet të bëj dikush kur e sulmojnë me karige dhe shishe. Ata ulën të qetë dhe po anin. Ishte e vetmja kafene me flamur serb dhe kjo e shqetësonte. Unë e dua djalin tim. Ai nuk e turpëroi baban e tij në asgjë, tha Vučić asaj kohe, duke i hedhur më shumë benzinë zjarrit të konflikteve midis shqiptarëve dhe serbëve. Kombëtarja e Serbisë ka mbërritur pas ditën e sotme në Tiranë, ku edhe do të luajë të shtunën në mbrëmje ndeshjen kualifikuese të Kupës së Botës e vlefshme për grupin K, kundër Shqipërisë në arenën kombëtare, që nga mbërritja atyre në Rina se deri në akomodimin në Hotel Hilton, ata janë shoqëruar nga policia e shtetit për të garantuar të gjitha masat e sigurisë që janë marrë për këtë sfidë, edhe pse fillimisht ishte raportuar se përfaqësuesa e Serbisë do të qëndronte në afërsitë të stadiumit ku do të luajë ndeshja. Ata kanë ndryshuar hotelin dhe janë vendosur në një hotel tjetër në Tiranë, çka ka bërë që edhe autoritetet të marrin masa shtesë me bllokimin e disa akseve rrugore të reja. Policia e shtetit informon se rruga nga hoteli ku është akomoduar ekipi i futbollit të Serbisë, që ndodhet në bulevardin Gjergj Fishta, deri në drejtim të stadiumit Arena Kombëtare përmes bulevardit Bajram Curri, pas ditën e sotme në orën 16:30 dhe ditën e nesërme në orën 18:45, do të ketë kufizime të pjesshme deri në 25 minuta, në momentin që do të eskortohet ekipi për në stadium për stërvitje, pas ditën e sotme dhe nesër për të zhvilluar ndeshjen. Pas mbërritjes në Tiranë të futbollistëve të kombëtare serbe, Federata Serbe e Futbollit shpërndau disa fotografi të lojtarëve të tyre, të cilët futen në hotelin në Tiranë, ku kanë vendosur të qëndrojnë para ndeshjes kundër Shqipërisë të vlefshme për kualifikuesit e Botrorit 2026. Pas më pak se një orë fluturimi të këndshëm, ekspedita serbe mbërriti në Tiranë, ku pritet të luajë ndeshjen e saj të parë në kualifikuesit e Kupës së Botës 2026 kundër vendit pritës, Shqipërisë, të shtunën më 7 qershor, thot Federata Serbe në postimin në rrjetet sociale. Me të mbërritur në aeroport, lojtarët dhe stafi trajnerëve po prisnin në pistë autobusët që i çuan në hotelin ku do të qëndrojnë gjatë qëndrimit të tyre në Tiranë. I gjithë trafiku nga aeroporti në hotel me një eskort të siguruar ishte i mbyllur, pra vetëm për mysafirët nga Serbia
Shqiponja do të zhvillojnë seancën e fundit stërvitore sonte në orën 18 në stadiumin kombëtar në Tiranë, thuhet më tej në njoftim. Policia e shtetit po ashtu sqaron se është angazhuar maksimalisht që i gjithë aktiviteti të përfundojë me sukses për sa i përket masave të sigurisë dhe në këtë kuadër me qëllim shmangjen e incidenteve, apelon për mirëkuptim nga ana e qytetarëve, si dhe respektim të udhëzimeve të strukturave të policisë në terren. Sipas policisë, çdo sjellje apo veprim që cënon rendin dhe sigurinë publike do të trajtohet në përputhje me ligjin dhe me tolerancë zero. Ndeshja e shumëpritur do të luhet të shtunën në orën 20:45. Shqipëria momentalisht mban vendin e dytë në grup me 3 pikë pasi u mund 2-0 nga Anglia më 21 mars, ndërsa fitoi 3-0 kundër Andorrës 3 ditë më vonë. Ndërsa Serbia nuk ka zhvilluar ende asnjë ndeshje dhe ajo në Tiranë do të jetë e para e këtyre kualifikueseve për ekipin e drejtuar nga Dragan Stojković.